Eksperti IT-s Erion Demiri, duke folur në lidhje me skemat e mashtrimit online, ndaj të cilave po bien prej shumë shqiptarë së fundmi, paralajmëron qytetarët që të kenë kujdes. Eksperti ndalet veçanërisht tek një lloj fati online e quajtur Rruga e Pulës. Sipas Demirit, në Shqipëri po qarkullojnë kopje jo zyrtare të kësaj loje, të krijuar nga grupe kriminale që qëllim kryesor ka mbledhjen e të dhënave dhe parave të shqiptarëve. Rruga e Pulës është një lojë elektronike që në Shqipëri po tenton të mashtrojë qytetarët. Kjo si lojë është genuine, ofrohet nga platforma goxha të mëdha që janë platforma reale dhe që mund të luash vërtet me format e kazinos që ne i njohim. Ka marrë goxha famë kryesisht në Indi, por ajo që ndryshon është se janë krijuar kopje të kësaj loje nga grupet kriminale me qëllim mashtrimin e qytetarëve dhe vjedhjen e parave të tyre. Ata e reklamojnë sikur është e njëjta lojë, por skemat që përdoren janë nga më të ndryshmet. Janë shumë kopje të kësaj loje që e ofrojnë duke mashtruar. Është një lojë fati, por algoritmi mund të manipulohet. Në këtë rast është një pul që kalon në një rrugë dhe sa më shumë të kalosh, aq më shumë fiton. Por ndryshimi është që nëse fut të dhënat je i rrezikuar. Në këtë rast kërkohen të dhënat e bankës. Kohët e fundit janë shtuar mashtrime të tilla që po i drejtohen më shumë shqiptarëve. Kjo sepse pjesa më e madhe e popullsisë është e paditur, e po ashtu rrjedhja e disa informacioneve sensitive vite më parë na ka bërë më të ekspozuar, thot ai.